Të dashur miq të televizionit Alsat, jemi sërish së bashku kësaj rate me emisionin Redaksia si çdo vikend. Ne jemi këtu edhe përveç se në ditë pune jemi këtu edhe në vikend, po ashtu jam unë së bashku dhe me vajzat të cilat i kam të pranishme sot për bisedën të cilën e kemi, për temën të cilën do flasim dhe sot. Tema e ditës së sotme është tatuazhet, thjesht qartë sepse do flasim në çdo aspekt lidhur me tatuazhet. Pikërisht për të folur për këto, momentalisht në studio kam Rita Beadinin dhe Ilmie Zhakun, dy koleget e mia, të cilat i falenderoj që janë pjesë e emisionit Redaksia sot. Kënaqësi të flasim për një temë të tillë. Ne jemi këtu çdo ditë me tema të ndryshme, por ama rrallë herë ndajmë edhe ato mendimet tona rreth temave të caktuara, kështu që besoj se sot do i pleqërojmë disa gjëra. Po, do me thënë nga tavolinat mbrapa studios e kalojmë përpara kamerave bisedën. Një pyetje shkurt për apo kundër tatuazheve, Rita? Mendoj unë kam tatuazhe. Kundër me siguri. Kështu që dihet që jam pro. Ilmie? Unë s'jam kundër, jam pro. S'jam kundër, po kam mirë. qef ta bëj një, se kam ende, ama kam qef ta bëj një, kështu që s'jam kundër. Do shohim gjatë bisedës se çfarë dhe si dhe ku. Gjithsesi pas pak do na bashkangjitet dhe kolegja Jonera Gjakova, kështu që ne pa humbur kohë do bëjmë një shkëputje shumë të shkurtër publicitare dhe rikthehemi në studio me vajzat tona dhe me bisedën për ditën e sotme. Ja të kemi sërish së bashku, na është bashkangjitur dhe kolegja Jonera Gjakova, të cilën do e pyesim direkt se çfarë mendimi ka ajo për tatuazhet. Erat, faleminderit që je pjesë e këtij paneli. Ma merr mendja se kam një ide se ai e pro apo kundër, po gjithsesi. Nga çka bazohesh? Më shumë malloj te proja, nuk e di pse. Po nga çka bazohesh? Nga natyra jote e guximshme, luftarake, Vendësia. Jo, unë prita të thash argjira nga i dashuri. Unë nuk e di nëse do ta ndash këtë informacion. Jo, ajo donte ne do e përmendim se kam lënë për më vonë te pjesa e dedikimeve. Kam planifikuar një sektor të veçantë për atë pjesë. Okej. Po ti vet? Argjir, unë në gjithçka që të më pyesësh është çfarë do që njeriu don të bëj. Unë jam shumë liberale, shumë humaniste në qëndrimet e mia, kështu që edhe te tatuazhet s'mund të ishte ndryshe. Unë mendoj që njeriu duhet bën çfarë të doj, edhe mbi të gjitha jam pro zgjedhjes, vi nga demokratët këndej, kështu që përderisa është trupi jot, mund të bësh ç'të duash. Është e rëndësishme për mua që njerëzit kanë informacion, edhe të dinë që tatuazhi s'hiqe, çfarë mund të jenë ato gjërat që mund të ndikojnë, por që nëse do ta bësh bëje. Unë ndëgjova Ilmien që tha kam në plan 1. Në planet e mia është 1, po unë ende vendin se kam gjetë dhe çfarë do jetë se kam gjetë ende. Pari është problem, pastaj tjerët vinë vetë. Meqense Rita si më me eksperiencë prej një të tjerave e ka thyer këtë barrierën, e ka bërë të parin, tani e din se çfarë do. Na thuaj pak si ka qenë vendimi për të marrë dhe ku e ke bërë tatuazhin e parë? A ka qenë që e ke dashur që gjatë kohë ose ka qenë thjesht momentale? Na ndaj pak të si histori. Po, unë i kam pas gjithmonë qef tatuazhet, që e vogël, edhe ka qenë rastësishëm vendimi, nuk është që ka qenë diçka e planifikuar, thjesht pash më doli një fotografi në Facebook, një simbol shumë i bukur i fjalës durim në gjuhën arabe, që edhe ne e përdorim, sabër. Edhe poshtë simbolit shkruante patience edhe kuptimi i fjalës, do me thënë. Ndoshta e kam në telefon se po e kontrolloj në ndërkohë, për ta gjetur sakt kuptimin e fjalës, se e kam pasrujt prej atëherë, edhe di që në një pikë të caktuar, ja, se e gjeta me njëherë. Do me thënë, të besosh fuqinë tënde të brendshme, të dish atë që themi ne zakonisht që lehtësimi vjen pas vështirësisë, dhe të përballosh vështirësitë e jetës edhe të vazhdosh të jesh mirënjohës për to. Kështu që ky përshkrim mua më pëlqeu shumë, ndoshta po ja tregoj kamerës simbolin, sepse e kam këtu, në këtë pjesën këtu, edhe nuk mundem ta tregoj. Po, tani na kishe treguar. Është këtë simbol, do me thënë e ka. Para orës 10 të natës. Jo, se nuk është aq private, po është pikërisht këtu, do me thënë në një vend të papërshtatshëm për ta treguar. Do me thënë, ky simbol tregon përmbledh të gjitha këto. Përmbledh të gjithë ka këtë kuptim, po mbi të gjitha, mamim quhet Sabrie. Këtë e dia, dhe me ziprisja që ta thuash. Edhe kuptimi i emrit të saj është apo durimi, durimtare, edhe të gjitha këto në një, thash kjo është ideja perfekte për një tatuazh të parë,
edhe mendoj që kam bërë zgjedhjen e duhur. Pastaj kisha një pauzë pak më të gjatë kohore deri te i dyti. Para se të kalojmë te i dyti, do doja në fillim te ky simbol që e ke vendosur që ta bësh. The që është edhe emri i mamit, po a ishte ajo durimtare rreth këtij vendimi? A ishte siç kishte emrin ose Jo, nuk ju kam tregu. Nuk ju kam tregu prindërve. Mendoj unë që 22 vjeçe kur jam ndarë prej shtëpis, kam fitu një farë pavarësi e timen edhe e di që ata respektojnë fakt vendimet e mia, nuk më përzihen në vendimet e mia, i respektojnë zakonisht, pa marrë parasysh a janë dakord ose nuk janë dakord. Kështu që as nuk e ndjeva për detyrë realisht t'ju tregoj prindërve që po bëj një tatuazh, megjithatë unë jam shumë emocionalisht e lidhur me mamin, edhe e bëra tatuazhin edhe kisha bërë fotografitë edhe po planifikoja ta publikoj në rrjetet sociale. Thash po prit një sekond, mos e marrë mami vesh për rrjetet sociale që kam bërë tatuazh, kupton, edhe e thira në telefon, thash shif, po e publikoj në Instagram, po ta dish paraprakisht që kam bërë një tatuazh, edhe u shqetësu, mami im është motër medicinale, edhe u shqetësu në një moment. Po pse, po ç'ne, po edhe është kjo që tha era informacioni, domethënë në kuptimin që po është e dëmshme për shëndetin tënd, nuk e di çfarë pasojash ka, nuk e di si mund të ndikojë në organizmin tënd. Edhe thash se njerëzit bëjnë tatuja çdo ditë, mos u mërzit, nuk i ka gjetë gjë. Edhe imagjino Argjir harrova t'i tregoj që kam bërë emrin e saj, se nuk më pyeti çka ke bë. Vetëm ishte kjo e shëndetit. A është i sigurt, a është mos të ndodh diçka? Më pëlqen në fakt ky reagim. Po. Është një reagim që duhet ta kesh. Është një reagim nëne. Është një reagim nëne, po. Ai instinkti mbrojtës nuk mund të evitosh. E publikova unë në rrjetet sociale, edhe më pas thash po si tregova mami që kam bërë emrin e saj. Edhe thira edhe një herë, thash po emrin tënd e kam bërë. Nuk ishte më e lumtura në botë, pse? Po sepse mendoj për shoqërinë tonë ende nuk janë të pranueshme disa gjëra të caktuara, për ndërhyn feja, aty po normat kulturore. Për shembull, tatuazhi im, te cili do dalim, që e kam këtu në krah, ju bie në sy gjithkujt. Domethënë nuk ka shans unë ta kem, domethënë të jem kështu krah shkurt e veshur, edhe të mos ndalet një person edhe të pyes ta shoh, ta prek, ta komentoj. Sepse në shoqërinë tonë nuk është që janë tatuazhet shumë të shprehura. Nuk takojmë shpesh njerëz me tatuazhe. Edhe mendoj që kjo ka ndikuar pak që të ketë një tjetër perceptim, thjesht njerëzit nuk ballafaqohen me një gjë të tillë shumë shpesh. Është njësoj si puna e zezakëve, për shembull. Si kemi në rrethin tonë, si jemi mësuar t'i shohim vazhdimisht, kështu që kur i shohim u angullim syt. Reagojmë ndryshe. Edhe kjo është pak a shumë e njëjta gjë. Po meqense tatuazhi jot veç tjerash, atyre kuptimeve të cilat i shpjegove, ka emrin e mamit. A u bë xheloz babi? Jo. Ose pyetje tjetër, po emrin e babit kur do bësh? Këtë pyetje ma bëni vllau. Domethënë, unë i tregova kam bërë tatuazhin emrin e mamit, edhe ata filluan të ngacmohen njëri me tjetrin se po pse mami, po jo babi. Edhe ai vet nuk tha asgjë babi, tha Kur ta shohësh të arsyeshme? Jo, nuk tha asnjë gjë për këtë gjë, po Joni ishte vllau ai që, po emrin e babit kur do e bësh, e di? Kam pas një planon për t'i barazu këto, domethënë unë desha të ndryj mbi emrin aso kohë, edhe desha ta vendoj emrin e babit si si mbi emër. Kështu që do quhesh Arita Sala, edhe ndoshta do quhem në ndonjë të ardhme. Edhe thash tamam, mamin tatuazh, babin mbi emër, edhe të gjithë jemi të lumtur. Edhe e kam kalu. Po kam Vllai do të pyesë po mua kur do më bësh tatuazh? Vllau e ka domethënë në çdo tatuazh e ka po emrim. Po emrim kur, po emrim kur. E ka, po, planifikoj së shpejti. E kisha, kur bëra këtë, të dytin, i thash që i treti do jetë emri jot, i treti ndodhi që ishte rastësisht një tatuazh i përbashkët me miq, kështu që ndoshta i katërti. Po mirë, babin e sqaruam, vllajin e sqaruam, po motrën ku e lae? Motrat nuk i kam fut në listë. Shqipse nuk është trupim, nuk di, fletë shkruese, libër emrash, po kështu që definitivisht, ndoshta diçka që identifikon familjen e kisha bërë në një të ardhme. Ka parë një version shumë të bukur, ku një vajzë në një letër të caktuar kishte çuar secilin pjesëtar të familjes së vet të vizatoj një yll. Një yll. Dhe pastaj i kishte vendosur aty edhe prej secilës dorë, domethënë e ka një, edhe kjo është një simbolik shumë e mirë që ndoshta e bëjnë në të ardhmen. Po kjo e mamit ka qenë rastësore, nuk është që ka qenë shumë e planifikuar. Po zgjove një mëngjes dhe tha do shkoj të bëj tatuazh sot ose? Po.
nuk shkon aq kollaj se duhet të bësh këtë terminin, po zgjohesh mëngjes dhe e bën terminin. Aty jemi. Dhe pastaj nisesh. E pastaj nisesh. Je vetëm një në familjen tënde të ngushtë që ke tatuazh? Po. Po në të gjërat? Edhe Jo, se mendova pas edhe motra tash do thonë, "Okej, edhe ne do bëjmë tatuazh, po ty s'të bëjmë, kështu që se ma që motrat nuk i." Edhe në të gjëra nuk ka pjesëtar të tjerë të familjes që kanë tatuazhe. Nuk e di për arsye të ndryshme. Irmie, ke ty si është? Si mendon, nëse ti një ditë të bukur zgjohesh e bëje një termin dhe pas 2 ditësh ishe me një tatuazh në trup, si mendon se do ishte reagimi i familjes? Nuk jam dakord, sepse kam diskutuar disa herë, nuk është jam dakord, por që e di që më mbështesin, nuk fundit më thonë, "Okej, si të duash ti, ne nuk jemi dakord, nuk duket bukur, çdo herë kanë atë idenë, po duket si e fliqur krau, duket ku diun çfarë tatuazhi do bësh." Por që nuk e kam problem, Nuk duket si e fliqur. Nuk e kam problem. Besoj më mbështesin se unë kam në familje njerëz, mendoj familjar të afërt që kanë tatuazhe, kështu që edhe të rinë edhe të vjetër, kështu që nuk besoj që është ndonjë big deal, por që e di që nuk janë dakord, të thuhem pse e bën, s'është patjetër ta bësh, që është kjo këndë janë dhe ama e di që nuk do ishte marrë si big deal. Edhe ua them edhe këtu ndoshta e dëgjojnë, po ua kam thënë edhe më herët që unë e kam qejf ta bëj, po vetëm se s'mund ta marr vendimin, iniciativën. E para që kam shumë frikë, se më kanë thënë që them shumë. Unë jam shumë person që se ma tretoj veten në kështu gjërash. Jo, as unë. E dua shumë veten, në shumë drejtime. Po, jo, kjo këtu fillimisht nuk më ka dhimbtur fare, as kjo këtu. Këtu e kam dëshirën shumë që ta bëj edhe nuk e di. E kam një të këmba, ajo është në një vend pak më senzitiv, edhe kishte momente të caktuara, po isha e përgatitur se më thanë që do dhëmë ma tepër. Megjithatë, shif një grua që kalon dhimbjen e menstruacioneve, tatuazhi është asnjë gjë fare. Po okej, do e marrë. Kështu që merr iniciativën. Po, edhe iniciativën edhe për atë që nuk e di çfarë s'kam vendosur në fakt diçka që s'do dua, që s'do dua pastaj ta fshi, sepse mund të bëjmë shumë me njerë pishman, pse e bëra edhe tatuazhi është diçka që bëhet një herë edhe pastaj e ke për gjithmonë. Edhe jam shumë e mendimit që kur të bësh tatuazh, vërtet të ketë një kuptim që të përfaqëson diçka, nuk e di, të ketë me vërtet kuptim shumë të thellë. Jam shumë kundër atyre tatuazheve që i bëjnë vetëm se pash diçka të bukur edhe vizatova në krau, se ku ta di. Jo që jam kundër, se fundit kush çfarë doj le të bëj, por që më shumë i dua këto tatuazhe që kanë shumë kuptim të thellë për dikën. Era, bashkangjitesh me mendimin e Ilmies? Për cilën pjesë? Për familjen e saj apo për Ilmien? Për këtë të fundit. Për Ilmien besoj se e mbështesim. Madje ne dorim aty te dera ti thëmë, "Bo çe jemi këtu, po të mbështesim po." Do bëj një emision kur të ta bëj. E kemi pas në tatuazhi, po suraj, se kisha të parin, unë kisha frikë, nuk e dija si. Tash mund të shkojmë sa të dush të bëjmë. Po, te radhas do shkojmë bashkë dhe do i tregojmë për publikun dhe për të thënë se nuk është edhe aq e frikshme sa e bëjnë. Sa zgjat mesatërisht procedura? Varet prej normalisht varet prej punimit, po gjysmore maksimum. Po. As gjysmore nuk zgjat, thjesht është para përgatitja apo derisa ta pastrojnë mjetet, po jo vendi, dezinfektimi, gjithçka tjetër që të bëhet në rregull, gjysmore. Asgjë. S'ka nevojë për frikë, do e bëjmë këtë në tatuazhin e radhës. I bashkangjitem Ilmia sa i përket kuptimit. Ky është edhe halli im se hyj edhe kërkoj ideja për tatuazh, mirë po ende s'kam gjetë diçka që më përfaqëson fiks ose ndoshta s'kam shpik diçka që do të më përfaqëson edhe mendoj që përderisa do të lësh një shenjë, ndoshta kjo është për të parin, tash nuk e di më se rrit ata i pari është Tiranë, kështu që pastaj tjerat kalojnë shumë kollaj. Bëhen shumë më lehtë, kështu që edhe unë mendoj që duhet të ketë një kuptim së paku për ty, jo domosdoshmërisht për tjerët, po të ketë për ty. Po ti gjithve na pyete për vetes u përgjigje. Je pro apo kundër tatuazhit dhe a do bësh tatuazh ndonjëherë? Jam shumë pro, derisa jam në çatin e mamit tim njeri jo, kjo është e sigurt. Për më vonë nuk e di. E kam shumë dëshirë, e kam pas gjithmonë dëshirë, edhe këtë e kam të trashëguar nga babi si shumë gjëra të tjera. Kështu që do e kisha bërë patjetër. E di se çfarë do kisha bërë. Thjesht nuk e kam ndarë mendjen për ta bërë dhe në qoftë se do e bëj ndonjëherë. Janë edhe shkaqet shëndetësore, është ndoshta edhe profesioni që do e kem në të ardhmen që ndoshta do më kufizoj pak, nuk e di, por gjithsesi në planet të një të ardhmeje ndonjëherë do kishte qenë shumë kënaqësi për mua patjetër. Nuk jam kundër. Duke qenë se e përmend edhe profesionin, se shpesh domethënë ka njerëz të cilët kanë tatuazhe të shumta
Edhe mendoni që paragjykohen njerëzit që kanë tatuazhe, për shembull nëse është një doktor, nuk duket aq serioz nëse ka shumë tatuazhe. Ndikon kjo? Mendoj se është kjo, madje kam parë edhe një video që ishte me një mesazh sensibilizues ku ishte dikush, zakonisht janë këto tipa rockera me këto motorët e mëdhenj dhe me këto veshjet prej lëkure me shumë tatuazhe, që gjithmonë personifikohen si njerëz të egër, arrogant, që nuk dinë të sillen mirë etj. Dhe në ndërkohë ai person u gjente në një situatë ku deshte të ndihmoj një fëmijë dhe ishte shumë i mirë, shumë i butë dhe kështu. Dhe mendoj se duhet që ti heqim këto paragjykime për njerëzit, sepse jo gjithmonë, asnjëherë nuk do të thonë se dikush që bën tatuazh 1, 2 ose e ka të gjithë trupin të mbuluar, do thotë se është njëri arrogant, i keq, i shturur, apo ku ta diun çfarë janë këto mendimet, që për mendimin tim janë mendime absurde, sepse mund të jetë dikush që është pa pikën e tatuazhit në trup dhe të jetë të gjitha këto ti ketë këto karakteristikat negative. Por mendoj që sidomos se pjesa e profesionit ndikon shumë. Nuk mund të paramendoj nuk kam parë të paktën ende një doktoresh të jetë mbuluar me tatuazhe ose një juriste me tatuazhe ose nuk e di, kam parë artist më tepër. Se the doktoresh, por doktorë besoj që kemi parë. Jo, doktoresh duke marrë shembull vetë. Okej, mendoj që vlen është pak edhe te kjo. Te gratë për shembull është pak shihet pak më ndryshe, te burrat pak më ndryshe. Ndoshta shihet në mentalitetin ton, themi, në mentalitetin ton po, absolutisht. Ama në aspektin e profesionit vetëm pa merr mendja. Mendoj se çoft doktor, çoft doktoresh mendoj se i kanë atë sikur stepen pak okej. Ky me tatuazhe tani më ka rastisur që kam parë mjek me tatuazhe. Se dhja ta them. Më të bukur, më handsome janë ato me tatuazhe. Mjekët? Mjekët. Vetëm mjekët? Tash unë jam into men. Jo, vetëm mjekët si profesion. Po ja se po i diskuton me mjekët. Që kur përmende juristët, në fakt... Juristët jo. Jo, te juristët është problemi pastaj në gjykata. Unë njoh avokate cila ka tatuazha mjaft, disa duken, disa nuk duken, edhe kur shkon në gjykata duhet t'i mbuloj të njëjtat. Zakonisht merr një shall, verës, e dimrit nuk është problem të mbulohen, po më ka treguar që ka raste kur gjykatës caktuar bëjnë problem që ajo ka tatuazhe, edhe duhet t'i mbulon. Ma bëni disa gjykatës e kanë fare problem, mund t'hyj edhe kështu, po e din ku duhet mbulohet, edhe mendoj që ende ne, ose për shembull unë profesor, unë për herë të parë tek ne, një profesoresh bëri tatuazh në universitet, edhe unë u habita për të mirë, edhe thash sa mirë se thash nuk kisha pa, e thash edhe profesoreshës që ka menduar që s'mundet, edhe nuk pranohet, sikur mund të jetë një karakteristikë dekualifikuese në punësim ose diçka e tillë. Mirë, po mendoj që ngadal, po me shumë hapa të vogël po shkojmë duke i thyer këto stigmat ndaj personave që kanë tatuazh, sidomos në profesione serioze. Era, para pak përmende dhe se do kishe dashur që ta bësh, po nuk e ke gjetur ende një të duhur. Çfarë nuk do kishe bërë? Meqense çfarë do kishe bërë nuk e din ende. Çfarë nuk do kishe bërë asnjëherë tatuazh? Diçka të madhe asnjëherë, diçka që nuk më përfaqëson, këtu duke përfshi gjërat të cilat edhe unë nuk jam pro. Unë jam liberale, unë jam e majt, kështu që disa gjërat te unë nuk shkojnë. Jo vetëm kryqin, asnjë simbol fetar nuk do ta kisha bë, po. Jo, krejt në rregull. Jo kryqin do ta bësh. Kryqin do e bëj parin. Jo, simbolet fetare këto Shqiponja me bëja atje. Ose, për shembull për të Shqiponja pak, unë kam problem me këto patriotizmat të cilat nuk e di quhen folklorike, më duket këto që shfaqen, por në brendësi nuk janë. Po pra, sa po jam mirë, por nuk ka nevojë ta bëjmë tatuazh, ta bëjmë ball. Ka disa simbole të bukura që mi zgjedhin njerëzit. Ajo mund të jetë simbol që tregon patriotizmin deri diku, po që janë të bukura në fakt edhe për tu parë, kështu që nuk është. Mendoj është kështu baza është punshihesh, edhe te tatuazhi nuk mund diskutohet, për shijes diskutohet, kështu që as për shije tatuazh nuk diskutohet. Motra te ne ka tatuazh, edhe ajo ka një tatuazh shumë të bukur, ka një trëndafil të kaltërt në trup, edhe mirë po, a do ta kisha bë? Unë nuk do ta kisha bë, pavarësisht që kur e shoh më pëlqen shumë te motra tatuazhi, po unë nuk jam tipi trëndafilave të kaltërt edhe tatuazheve shumë me ngjyra. Kështu që këto do të ishin tatuazheve pa ngjyra?
pse jo? Unë thash që do bëja gjirani. Po, diçka që s'më përfaqëson s'do i kisha bërë. Ilmie, çfarë nuk do kishe bërë? Njëjtë edhe unë në fakt si Ira, tatuazhet e mëdha nuk i dua hiç, domethënë nëse bëj tatuazhe do bëj shumë të vogla, minimale, sa për t'i pa për vete, po shumë të vogla, edhe diçka po që nuk më përfaqëson, diçka që nuk e ndjej për ta bërë. Se thash unë, për mua është tatuazh duhet të ketë me vërtet një kuptim shumë të thellë për mua, kështu që këto do jenë gjërat që nëse bëj, kur do ketë diçka, edhe në fakt edhe emrat e personave që nuk janë të familjes ti, për shembull, nuk e di tash se mos jetë emri të dashurit ose do dalim aty. Nuk e di tash si mund ta marr, por që nuk e di, nuk do e kisha bërë asnjëherë se ku diun. Burri i ardhshëm i Ilmies tu e dëgjuar këto do thotë lere se kjo. S'më bëka tatuazhe emri s'quhet. Duke më për këtë më kujtua Dafina Zeqiri. Për shembull, Dafina ka komplet këmbën e djathtë nëse nuk gaboj, ka komplet në tatuazhe dhe ka komplet me kafshë të ndryshme. Një gjë tillë nuk do ta kisha bë. Unë jam okay me kafshët, i dua kafshët, por nuk i dua deri në atë masë ti kem në trupin tim të vizatuar. As ndoshta shenjat e qenit, macës ose diçka tillë nuk do kisha bë. Prapë është punë shihesh, është ato tatuazhet si hena që janë në duar, duken bukur, i ka Rihana, i ka Dafina, edhe disa tjerë kanë, mirë po në një moment më duket sikur nuk është shumë pastër. Dora, atë përshtypje ma jep mu. Kjo është personale dhe subjektive shumë. Lita, mendoj se ti do kishe bërë çdo gjë. Nuk e di pse. Nuk të pyes për këtë. Unë nuk e kam qef shumë këto realistet. Kupton ato që nuk e di, një fytyrë gruaje, një fytyrë burri, si kisha bërë? Asnjëherë se kam kuptuar se pse i bëjnë ato. Po, ashtu diçka s'kisha bërë. I kam qef këto të voglat, simboliket, që ka një kuptim, ndoshta edhe të madhe, po diçka që ka kuptim për shihen time. A dini që kam pasur një kohë fiksim, do të thënë kam ardhur për atyre tatuve permanente që janë kështu me ngjitje. Stili i Jonida Maliqit dhe Graciano Taganit që e kanë një kështu si bizylik të dora, do të thënë vdes për një tatuazh ashtu. I kam fiksim dhe duken shumë bukur, nuk duken sikur e ke dorën e ndyrë as pak, nëse kishe atë idenë kur e përmendë me Heno. Ta shoh se nuk e di tatuazhin. Duket shumë bukur dhe nuk e di pse nuk preferohet shumë, janë o kështu të vegjël o kështu shumë të mëdhenj. Unë ashtu jam nis me idenë e bizylikut në këmbë. Mirë po, me që ndodhi që tatuazhin e tretë unë e kam bërë në Bukuresht, thash bashkë me shoqet e mia, po, kjo është. Po, kjo s'është bizylik, kjo është gjysmëdore tatu. Mirë tani, gjysmën e asaj. Po, me që e kishim tatu të përbashkët, më ngeli pa bizylikun, vetëm shenjën e kam një diell edhe një hën, se s'po e nxjerr do të këmbën tash këtu t'ja tregoj kamerës, kështu që ajo ideja e bizylikut më ka pëlqyer gjithmonë. Po. Jo, i vogël, jo, nuk e kam fjalën prej këtu, domethënë pa keq kuptime. Ashtu ishte ideja. Kur se kam parë kur e ke postuar edhe foton Po, edhe ju shumë e mund ta bukur si shihni, ja. tatu. Është shumë e bukur. Vetë shikuesit s'kan si. Çfarë do të thonë diellit e hëna? Shifse, unë mendoja që do t'jetë shumë e vështirë në fakt të zgjedhim një tatu, sepse ishim 4 vajza. Imagjino, 4 vajza të vendosin për një gjë të caktuar, po shoqet e mia janë shumë të hapura në përgjithësi, edhe ne nuk e dinim çka donim, po e dinim çka nuk donim. Po. Kështu që filluam me disa ide fillestare, po një fjalë, po një shkronjë, po një gjë, po një flutur, dikush tha jo, s'ka shans flutur, lule, s'ka shans lule. Okej, edhe fillum të kërkojmë, po tentoj ta gjej edhe këtë, fillum të kërkojmë disa prej versioneve të tatuazheve që mund të na pëlqenin, edhe erdhëm në një selektim të caktuar të tatuve që mund të hynin si opsion, me thënë të zgjedhjes të zgjedhjes së tatus. Edhe dielli dhe hëna kishte një përshkrim, po tentoj ta gjej, sepse duhet besoj të jetë dikund. Janë bashk, që funksionojnë bashk, që na duhen për jetën. Kishte diçka të bëj edhe ka diçka të bëj, ja se do e gjej tash, ka diçka të bëj edhe me gratë. Kjo është, po lusem Irin edhe një herë. Ta kapse, vajzat e pante këmba, shikusit ta shohin kështu si duket në... A duket? Duket, ja kështu. Kjo është dielli dhe hëna. Edhe përshkrimi thot, pritse, sa ta kap kamera, pastaj do ta lexoj përshkrimin se e kam aty. Shkruan. Gjithsesi duket shumë e bukur. Thot nuk ka fuqi më të madhe
se ajo e hënës, diellit dhe një gruaje që e din vlerën e saj. Sa e bukur kjo. Edhe kjo ka qenë arsyeja se përse ne të katërt ta vendosim ta bëjmë, ato e kanë në krah, pikërisht këtu si unë, me që unë e kisha këtë vend të zënë, e bëra në këmbë dhe ka qenë shumë vendim i duhur. Më pëlqen shumë aty te këmba. Në çfarë pjesë të trupit do e kishit bërë ose nuk do e kishit bërë, me qenë se Rita i ka ezauruar këto të zakonshme? Unë e këtu, thash, domethënë te kraji, kam shumë qef edhe te qafa prapa, kam shumë qef të bëj tatu. Rita? Dy vende që Rita, mbase kishe. Era? I kemi një pjesë të njëjta. Përveç se këto dy pjesë që i përmendi Ilmia, më pëlqen edhe këtu mbrapa qafës, është si ashtë këtu kjo pjesa. Më pëlqen edhe këtu poshtë që janë. krahu, pa. Përveç se kësaj këtu, nuk e di. Peksho. Nëse duhet pastaj ta fshehim tatun, për shkak profesionit, duhet gjejmë vende tjera. Ilmia tha se nuk do e kishte bërë emrin e të dashurit. Na fal, partneri i arshëm i Ilmies. Ai që po shëtit e diku tani. Ai që ndoshta dhe po paramendoje të jetë në këto momente duke menduar për një vajzë tjetër t'ia bëj emrin tatuazh dhe pastaj nuk e bën dhe bën mirë që nuk e bën se do jetë me ty. Ai po tash. Çfarë do kishe bërë në qoftë se do e kishe? Një rast tjetër është se partneri i Erës nga ana tjetër e ka bërë emrin e Erës. E ka bërë këtu, në mos gaboj, nuk e di në cilin krah. Në djathtin. Në të djathtin, por ama duket shumë bukur. Ti e shkruan Era. A e prisje, a ta kishte thënë, a ishte... Dhe shqyqyr zoti që e ke një emër të shkurtër, se s'mund ta paramendoj Argjira, që do me thënë, do zgjesh komplet krau. Mendoj që do e bënte prapë, sepse në dorën e majt, nga ana tjetër i ka inicialet e dy. Edhe mund të jenë. Me aq sa di unë, i ka inicialet e vëllezërve dhe diçka tjetër. Dhe shenja tjera, ka busull edhe ka gjëra tjera, kështu që e ka komplet. Sikur tha busull, më duk sikur për një moment sikur tha buz, o zot, tash ta liberale kjo. Kështu që nuk nga tipi nuk do kishte problem edhe emër të gjatë. Po, është aty, në qitas me një tatuazh tjetër të bërë, kështu që ka edhe pak bën një vit që është tatuazhi. A e prisje ti? A ishte dhurat? A ishte surprizë? A ishte diçka që e kishit folur? A të pyeti? Prisja që të bënte diçka që ndoshta na bashkon neve të dyve, nuk e di, ndoshta ato ditën e takimit parë ose nuk ishim feju enda atëherë, kështu që diçka të përbashkët ose data tona të lindjes, se na përkojnë mirë, po nuk prisja që komplet emri do t'jetë tatu, a ishte në Kopenhagen, edhe ka bë tatun pa e ditun, kështu që vetë bëri tatun, ma dërgoj fotografi, edhe unë e pash për këtu në shkup që kishte bë tatu. Nuk prisja t'jetë emri, definitivisht, se mendoj që kërkom pak guxim t'jetë emri dikuj tjetër në trup, plus në një pjesë që duket, se tash në verë gjithja shojnë tatuazhin. Po. Rita, do kishe bërë ndonjëherë një emër kështu... Pritë ishte duke thënë diçka. Më fal, urdhëro, më fal. Isha duke thënë burrat shqiptar duhet mball tash këtu e partneres që ta dim që janë martuar ose në lidhje. A e kisha bë unë? Jo. Emër s'kisha përveç e tha edhe Ilmia emrin e antarëve të familjes, e kam emrin e mamit, edhe pse është në gjuhën arabe, se s'duket se çfarë shkruan. Mendoj veç kush din arabisht. Jonin e kam në plan, në ndonjë pikë të caktuar. Mirë po, edhe me njerëzit kemi simbole që na bashkojnë. Për shembull, unë tatuazhin e arshëm e kam një qershi që na lidh bashkë me shoqen time të ngushtë, simboli i qershisë. E po pres të vi Dorina këndej pari që ta bëjmë. Po një mollkuqe a do e bësh? E kam pas në plan një mollkuqe këtu mbrapa te qafa, ndoshta në një periudhë të caktuar. Jo për që po tani duhet të bësh mollkuqe, duhet të bësh një sheg, duhet një diçka që lidhet me qershorin, kështu që... Ne jam bërë shumë tash, jam bërë shumë gjëra, kështu që po kreti bëj, avash. E ke parasysh edhe alsat logon. Po ne ku nale se vërtet unë e pyeta për ato të shtëpis, po ne ku nale, ne kur do na bësh? Ashtu logon e alsatit edhe për rreth emrat tuaj. Me kënaqësi, me shumë kënaqësi.
Gjithsesi besoj se të gjitha këto simbolika janë shumë të bukura sepse kur i shih pas disa viteve e kupton që kanë qenë të rëndësishme dhe sa janë të rëndësishme që vazhdojnë të jenë të pranishme në jetën e gjithë secilit. A mendoni se do ishit bërë pishman nëse do kishit bërë një tatuazh? Rita, ti je bërë pishman për një Jo, për ose je ende në fillim dhe Jo, po unë jam shumë njeri vendosur, kështu që nuk jam personi i duhur për ta pyet këtë pyetje. Unë nuk kthej prapa nga vendimet e mia. Edhe jam shumë rehat me çka kam bërë. Planifikoj të vazhdoj. Po me qënë se e kena plan, do me thënë se je okej deri tani. Unë besoj që mund të isha bërë pishman, edhe pse jam i vendosur për gjërat gjëra më të mëdha, por për këto gjërat për shembull edhe veshje kur blej bëhem pishman, s'më pëlqejnë. E kam një problem që pas një kohe nuk më pëlqejnë gjërat. Këtë problem e kam edhe besoj që mund të bëhem pishman, prandaj ndoshta edhe se kam marrë ende guximin për të bërë një tatu, se mendoj që duhet ta vendos tamam diçka që e kam dash gjithë jetës dhe do vazhdoj ta dua, edhe diçka që nuk do më pengoj në të ardhmen. Prandaj se kam marrë ende guximin, por që po mund të bëhem pishman. Do doja Ilmien ta pyes në një pjesë tjetër se tha në një redaksi të kaluar, Ilmia në temën se kush paguan kuponin ka thënë se duhet që të paguajë secili veç e veç. Po nëse shkon me partnerin ose ndonjë, po tani me partnerin këtu do rriun. Të shkoni të bëni një tatuazh bashkë. Kush do i paguaj tatuazhin? Jo, sikur shkoj ta bëj një tatuazh bashkë, edhe kjo s'më pëlqen. Përveç emrit s'më pëlqen të bëj tatuazh me dikë tjetër. Po jo, ai bën për çfarë të vetë, ti bën për çfarë? Me shoqërinë po, ama nuk e di me partnerin, nuk e di. Mos, i dashur i arshëm Ilmies lëre fare mos e shikoj ediksi. Jo, e kam fjalën që okej, nëse është diçka, ku e di un pas një kohe për shembull, pas sa vite martesë, diçka që mund na lidh për shembull, ku e di un, mund na lidh fëmia ose ku ta di, ashtu po, ama në një lidhje për shembull që nuk është shumë e gjatë ose diçka, nuk do kisha shku ta bëj një tatuazh bashkë me të dashurin. Por për të paguar po, të dy bashkë sikur të vetën. Sikur tatuazhin e vet, kështu që qëndroj te ajo, qëndroj. Era do ishe bën ndonjëherë, a do ishe penduar për ndonjë tatuazh që mund ta kishe bërë, ose meqense ti e ke rastin e partnerit, a ja shit ndonjëherë në një tatuazh dhe thua kjo sikur nuk më mirë mos e kishe këtë ose. Më mirë ta heqësh këtë. Ai ka 3 total, kështu që nuk ka shumë, nuk është që ka mundësi zgjedhje shumë për të eliminuar ndonjë. Po mu më pëlqejnë të 3 që i ka. Normalisht njëri pak më shumë, po. Po pra, cili Ai ma të yllin andej. Jo, mendoj që momenti kur e bëjmë tatun, mu më duhet pak kohë për ta gjeta që du ta bëj, po mendoj që për shkak se na përfaqëson në momentin që e bëjmë, nuk do t'i bija pishman, sepse nëse do e shifja do rikthesha në momentin që e kam bë tatun. Tash kot, nëse tash do bëja ndonjë flutur, edhe në pas 10 viteve s'do më pëlqen dhe flutura, po vetëm për momentin që unë atëherë jam ndje për ta bërë flutur. Po. Nuk do isha pishman, sepse mendoj që edhe tatuazhet shumë njerëz, për shembull nuk e di nëse e keni lexuar librin ose e keni pa filmin The Girl with the Dragon Tattoo, po edhe shumë njerëz shumë përditshmëri që di është që bëjnë tatuazhe për të shënuar diçka në jetën e tyre, për ta lënë si shenjë, edhe fizikisht. Kështu që mund të shikohet edhe në këtë aspekt se njeriu don që të mbetë shenjë, qoftë një ngjarje negative, po qoftë diçka edhe pozitive, vetëm për të qenë aty, ndoshta edhe për të mbajtur në tokë. Si fotografitë që i bëjmë në fakt për të mbetë si memorie dhe ato tatuazhet. Definitivisht, po më fal. Argjit ti do e bëja emrin në të dashurit tatu? Të fejuarit. Po, do kisha absolutisht. Nuk diskutohet. Absolutisht. Edhe në ballë bile do ishte. Këtu me të mëdha. Jam shumë e sigurt. Unë do kisha bërë emrat të gjithë njerëzve të mi të dashur në trupin tim. Siç kam në zemër, ashtu do kisha edhe në trup, dhe gjithkund. Gjithë sot e ke nesër si dieta e muhabet, kështu që. Gjithsesi dashuria për hir të dashurisë të viteve dhe momenteve të bukura, se momente të këqija dhe momente kritike, ndoshta mund të ketë çdo kush në jetën e vet në çdo raport, por do e kisha bërë patjetër. Mirë po, meqense për një nuk mund ta ndaj mendjen e lëre më për të gjitha ato emra, do e kisha bërë vetëm një që i përmbledh të gjitha, kështu që e kam në mendje se çfarë. Jo, family, se më duket shumë klishe. Unë për ata që më njohin më afër, e din se unë përdor shprehje si është duke qesh tani. E din që unë përdor shprehjen shpesh Ohana. Nga filmi Lilo dhe Stitch, që tash më ka dalë dhe filmi dhe që mezi presim me motrën që ta shohim bashkë, se e kam injektuar dhe atë me këtë dashurinë për këtë film, dhe për gjithë kuptimin që ka ky film vizatimor që tashmë, siç e thamë, është dhe film.
Ohana do thot familje dhe familje do thot se askush nuk lihet pas ose harrohet. Dhe unë fatkeqësia ime më e madhe ka qenë që nuk i kam fizikisht disa njerëz, por absolutisht nuk do jenë asnjëherë të harruar nga ana ime apo e familjes time, kështu që pikërisht për hir të tyre dhe për gjithë njerëzit që janë aktualisht pjesë e jetës time, familjes time të madhe tashmë, dhe të gjithë njerëzve të cilët do jenë pjesë e imja dhe e familjes time në të ardhme, besoj se kjo do i përmbledhte në një. Po. E bukur. Ta mbyllim këtë emision se bëm shumë emocional. Por unë do doja që në këtë pjesë të fundit të pyes se sa ata do ishin dakord nëse dikush do ju jepte mendim. Për shembull, Rita, tani me qenë se asnjëra nuk ka fëmijë, do nis nga këto vëllezër motra çfarë kemi më të vegjël. Ose edhe kushërim, por më të vegjël ama. Rita doja kishe lejuar në thojza, sepse lejuar kush jemi ne që të ndalojmë apo të japim leje dikujt për diçka, por në aspektin e mirë të fjalës, a do i kishe mbështetur për shembull Jonin me se është më i vogli, që ta bëjë një tatu. Të bëjnë ata tatu? Po, mund si jo. Për aq kosa i kanë 18 vjeta, 21, se di sa është e lejuar me tatuazh, 18 besoj. Po, se kisha pas problem, mendoj ata s'm janë përzis, mund të më përzihen, kështu që kush jam mund t'ju përzihem. Absolutisht kisha pas. Sa vjeç kur e ke bërë tatuazhin e parë? 22, 23, ndoshta. Nuk e di sakt, kam harruar sa kohë bë. Mendoj që qenë pak më e madhe. Ashtu diçka, nuk e di. Maksimum 24, 21 kam qenë, po. Era, ti më duket se e përmende më herët dhe më duket që nuk të ka pyetur motra. Jo, ose të kërkoj mendimin. Ajo më ka kërku mendimin për pozicionin e tatuazhit. Po motra për shumë motra ne kemi kështu pak më është nga sportet ekstreme, është larg asaj ku jam unë, kështu që ajo do provonte çdo gjë dhe tatuazhi dieshte se kishte nda mendin që donte të bën, vetëm priti momentin e duhur, kur u dha drita jeshile dhe nga mami. Kështu që nuk është që përzihem, unë nuk jam tipi që duhet përzihem, nuk duhet ti cenoj ndonjë të drejt dikujt tjetër, sepse mendoj që s'është moment pozita ime për t'ia ndaluar ose leju dikujt tjetër të bën diçka, përderisa nuk dëmton shëndetin dhe cënon të drejtat e të tjerëve. Mami, a ishte dakord? A ishte më e lumtura apo thoshte hajt mose? S'kam çfarë bëj. Jo, mami nuk ka pas ndonjë mendim kështu shumë strikt, po kur kemi qenë më të vogla, po ka thënë jo dhe definitive ka qenë ajo përgjigjja jo, po më pas me arritjen e moshës, sidomos motra mbi 18 vjet e bëri tatuazhin, ishte shumë dakord. Motra e bëri si dhuratë për vete për ditëlindje, edhe ti them unë tash që po shkoj të bëj tatuazh nuk i lë për më për shtypje. Ndoshta ajo do i pari është problem, pastaj kush e thën akullin familje, pastaj tjerët janë rregull. Mendoj se të gjitha këto tatuazhet, piercing, këto gjërat kështu pak më ndryshe, gjithmonë janë dhuratë për ditëlindje. Nuk e di pse. Unë për vete e kam bërë për 15 vjetorin time, kam shpuar veshin 2 herë, nuk e di pse më ishte fiksuar, dhe pastaj vjet e shpova dhe veshin tjetër, se mami më tha se veç nga njëri. Mami ishte shumë kundër dhe nuk e mori vesh kur i thash mund të më ndihmosh ta vendoj pak këtë vëthën, edhe shef e kthejnë kokën, po prit pak ti nga cila anë kishe aty. Tash po, shkova tani e bëra. Hajt më mirë e ke bën sta gjë, po domethënë ke i pari, vazhdojmë të ajo që i pari është pak problem, po pastaj mirë, po më pëlqeu kjo që e ka bërë dhuratë për ditëlindjen vetes, se është një nismë e mirë. Është një dhuratë e mirë. Është një dhuratë e mirë. Ajo bëri për herë të parë piercing, ka 3 piercing në vesh, në hund, tatuazhe që është më rebelja në familje. Me mund edhe hidhet prej aeroplanit këtu me çdo një pos mundet. Duhet shkon diku tjetër. Shumë mirë do ishte, dhe unë e mbështes. Nëse nuk e mbështeti, e mbështes unë. Ilmije? Po, edhe unë njëjtë në fakt, po. Normal që do e kisha mbështet, si çdo bëja unë, pse mos e bëjnë edhe të tjerë, qoftë më të vegjël, por që po, t'jetë në moshën ku e din çfarë don, edhe që normal ta marrë ato hapat e sigurisë që ta bëj, sepse këto në fakt nuk e përmendëm, që është shumë e rëndësishme ta zgjedhësh vendin ku e bën tatuazhin, shumë e rëndësishme që të jenë të dezinfektuara, sterilizuara, ta zgjedhësh vendin jo vetëm të shkosh diku ku i është kujtuar dikujt të bëj tatuazh. Vendin në kuptimin e lokacionit. Po, lokacionit në aspektin, domethënë kush ta bën tatuazhin? Kush ta bën? Po, kush ta bën, sepse mendoj që ka edhe njerëz të cilët as nuk janë janë profesional, ka disa të tjerë që nuk janë profesional dhe bëjnë tatuazhe, kështu që është shumë e rëndësishme që të zgjidhet edhe vendi. Po, sa për atë era që e përmende që si fëmijë domethënë nuk na kanë lejuar, tash që e kujtoj, ne gjithmonë, edhe pse prindrit tonë për shembull e
kam pas këtë idenë që jo tatuazhe këndë andese për shkak të fesë edhe për shkak të mentalitetit sigurisht, por që kur kemi qenë të vegjël, gjithmonë ato letrat e çamçakëzave na kanë vendosur se tatuazhe, kështu që deri diku na kanë vendosur në mendje që okay, mund ta bëni një tatuazh. Në pushim ka pas vende që bëjnë kështu me hena, me kanë tatuazhe dhe ne tërkohën kemi pas tatuazh me kanë, kështu që është e pamundshme. Po, ajo. Qa e kush është haram? Rita, shkurtimisht edhe kuptimin e kësaj të fundit se nuk me tregove? Kjo janë ca kristalet cilat edhe në jetën reale besoj që tërheqin energji pozitive dhe ka një farë lidhshmërie me energjinë e hënës, po gjithashtu është poezia e Ismail Kadares që quhet Kristal. E të çfarë të lidh ty me këto kristale? Nëse mund ta ndash me ne. Është thjesht një periudhë jete, një switch i jetës time, një periudhë e vështirë, cilën unë desha ta identifikoj, sepse si jam më e njëjta prej kur e kam bërë tatuazh, kam ndryshuar shumë, edhe desha ta kem një vul. Një vul. Ashtu siç edhe tham që shpeshherë na asociojnë këto tatuazhe me periudhat të jetës. Vajza, unë ju falenderoj shumë që ishit pjesë e këtij paneli, unë u kënaqa shumë dhe ndam secila atë eksperiencën dhe ato mendimet tona subjektive rreth kësaj teme. Shpresoj që të kemi ndikuar për mirë dhe të mos na shajnë se po mbushim mendjen për keq fëmijëve. Ishte kënaqësi, faleminderit. Faleminderit shumë. Ndërkohë ne miq me këtë përmbyllim dhe emisionin për këtë javë. Me mua do të jemi sërish të hënë në emisionin Energji, por ju gjithsesi vazhdoni të qëndroni që tani me televizionin tonë në televizion, rrjetet tona sociale dhe në website. Deri atëherë, kalofshi mirë.